Një ngjarje pazakontë ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe publikut në rrjetet sociale, pasi presidenti francez Emmanuel Macron u godit me shuplak nga bashkëshortja e tij Brigitte Macron, gjatë mbërritjes në Hanoi të Vietnamit. Pamjet e publikuara tregojnë një moment të habitshëm ku sapo dera e avionit presidencial Airbus A330 hapet dhe Macron shfaqet përpara. Brigitte e prek atë në fytyrë me dorë, duke e detyruar presidentin të tërhiqet paksa prapa. Skena është interpretuar shumë nga përdoruesit e rrjeteve sociale si një goditje, ndonse të tjerët e përshkruajnë si një gest të pavetëdijshëm apo të rastësishëm. Menjëherë pas incidentit, Macron kupton praninë e kamerave dhe buzëqesh, duke tentuar të ruajë qetësinë dhe normalitetin e protokollit presidencial. Gjatë zbritjes së shkallëve të avionit, presidenti si zakonisht i ofron dorën zonjës së parë, por këtë herë Brigitte refuzon në mënyrë të dukshme të pranojë atë, duke zbritur më vete. Ky veprim ka ngjallur dyshime të shumta dhe spekulime mbi gjendjen e marrëdhënies së çiftit presidencial. Pamjet u përhapën me shpejtësi në rrjetet sociale duke ngritur komente të shumta, shpesh me tone ironike e kritike apo thjesht kurreshtare. Fillimisht Pallati Élysée reagoi duke mohuar autenticitetin e videove dhe duke i cilësuar ato si të manipuluara. Megjithatë, përballë presionit mediatik dhe përhapjes virale të skenës, qëndrimi zyrtar ndryshoi. Një këshilltar i afërt i presidentit deklaroi për mediat se bëhet fjalë për një zënk të zakonshme çifti dhe asgjë më shumë. Në një deklaratë tjetër, ai përpiqet të reaktivizojë momentin, duke i quajtur një shakan spontane mes bashkëshortësh, madje edhe si një moment relaksi në fund të fluturimit. Sipas tij, reagimet e shumta negative që qarkulluan në rrjetet sociale vijnë kryesisht nga qarqe mediatike të afërta me Rusinë, që sipas tij janë të interesuara në destabilizimin e figurës së Macronit në arenën ndërkombëtare. Megjithatë, kjo nuk e ka ndalur opinionin publik të spekulojë mbi marrëdhënien personale të çiftit presidencial. Për te interpretimeve të ndryshme, mbetet e qartë se videoja në fjalë ka trazuar jo vetëm mediat franceze, por dhe ato ndërkombëtare, duke rikthyer në vëmendje një tjetër aspekt të jetës publike të figurave politike, marrëdhëniet personale, që her pas here dalin në dritë në mënyrat më të papritura.